Nga data 2 deri më 4 maj 2025, kampusi i Universitetit të Europës Juglindore në Shkup u shndërrua në një qendër të gjallë të inovacionit digjital me organizimin e edicionit të parë të CU Hack Skopje. Një hackathon 48 orësh i iniciuar nga komuniteti në 4 orë. Ngjarja mblodhi 18 ekipe dhe mbi 50 pjesëmarrës, të rinj nga Shkupi dhe qytete të tjera të Maqedonisë së Veriut. Përfshir jo vetëm studentë universitar, por edhe të rinj të apasionuar pas teknologjisë, zhvillimit të softwareit dhe zgjidhjeve digjitale. Qëllimi i hackathonit ishte të ofrojë një platformë praktike për bashkëpunim dhe zhvillim të shpejtë të ideve teknologjike që adresojnë sfida reale në fusha të ndryshme. Ky event, tema ishte Manual to Magic. Dhe bën pjesë, inkuadrohet në pjesën e Week-eve që ne organizohet nga ana jonë gjatë rjavës. Ideja ishte që pjesëmarrësit t'i kthejnë idetë e tyre dhe projektet e tyre në kod real nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe të mund të krijojnë produkte që kanë impakt real në shoqërinë tonë dhe të mund të kenë një qasje ndryshe në biznes, ku dhe të mund të krijojnë startupe nga këto idea. Ishte një weekend interesant, 48 orë, dikush mbeti pa gjumë, kishim mentor prej fushave të ndryshme, të cilët ndihmuan secilit participant me pyetjet që i kishin. Eventi kulminoi me një pitch competition ku juria zgjodhi fituesit dhe idetë më të mira. Shpresojmë që në të ardhmen të kemi sa më shumë kështu evente në Shkup dhe më gjerë, dhe të mund t'i kthejmë idetë e rinisë në startupe që të mund të kenë impakt në jetën tonë të përditshme. Pjesëmarrësit prezantuan një gamë të gjerë zgjedhjesh kreative, nga aplikacione që përdoren inteligjencën artificiale deri tek zgjidhja që përmirësojnë përvojën e përdoruesve në jetën e përditshme. Në fund të ngjarjes, juria përzgjodhi 3 projekte më të spikatura: The AI Interviewer, një platformë që stimulon intervista pune përmes AI, duke ndihmuar përdoruesit të përgatiten dhe të vetvlerësohen më mirë për tregun e punës. Virtual Try Glasses, një aplikacion që mundëson promovimin virtual të syzeve përmes kamerës së pajisjes, duke i ndihmuar përdoruesit të bëjnë zgjidhje më të informuara pa pasur nevojë të jenë fizikisht në dyqan. Student Money Management App, një aplikacion që mbështet të rinjt në menaxhimin e financave personale, duke ofruar analiza të shpenzimeve përmes inteligjencës artificiale dhe duke ndihmuar përdoruesit të kuptojnë më mirë sjelljet e tyre financiare. CU Hack 2025 përbën një prej pikave kulmore të aktiviteteve të planifikuara për këtë vit nga Nkatrori, një nismë e cila synon të ndërtojë një komunitet aktiv të ndërtuesve lokal, duke i mbështetur ata me hapësira, mundësi dhe platforma për të eksperimentuar dhe bashkëpunuar. Ky hackathon është vetëm një pjesë e agjendës më të gjerë të Nkatrorit, që përfshin gjithashtu programe si Tech Talks, Brainshare, sezonin e 3 të podcastit Nkatror dhe iniciativa të tjera që synojnë forcimin e kulturës teknologjike dhe sipërmarrësve në vend.